Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e tij për shtyp është ndalur te raporti për mediat i bërë nga inteligjenca artificiale, ku thuhet se në medje dominojnë lajmet për opozitën. Raport për të cilin Berisha tha se është bërë nga diella e Ramës. Referuar këtij studimi, Berisha tha se në vend të parë qëndronte portali Ballkan Web, ku më pas sipas Berishës vjen aleat i madh i qeverisë, Ymer Çorapja, referuar me Robazes. Raportet pavarura të vërteta që kanë studiuar kapjen e mediave kanë treguar se ato 90-93% e tyre në lajme dhe editoriale kontrollohen nga qeveria dhe janë për qeverinë. Por tani le të ndalemi pak tek studimi i diellës që i referohet Edi Rama. Këtu mesatarja e PD-s 63%. Shikoni. Kampion Ballkan Webi, pas birësimit të Ervin Saljanit. Se Saljanin e kanë futur dhe aqërin PD-s. Gazeta e Ymer Çorapës, pro Partisë Demokratike, e kapur nga Partia Demokratike sipas Edi Ramës. Për sa i përket protestës kundër qeverisë, Berisha ftoi të gjithë anëtarët dhe mbështetësit e Partisë Demokratike të marrin pjesë. Kreu i Partisë Demokratike u shpreh se Edi Rama po mban qëndrime tipike të një diktatori autoritar ndaj protestës. Dhe të ftoi të gjithë anëtarët, mbështetësit e Partisë Demokratike se sot vendi i tyre është në atë protestë të falënderojë me mirënjohje çdo njeri që kontribon në atë protestë. Natyrisht, Edi Rama po marrë qëndrime tipike të një diktatori autoritar ndaj protestës. Shpërfillje absolute, anatemim me të gjitha format. Mëtej Berisha u ndal tek reagimi i kryeministit Edi Rama për vizitën e tij private në Zvicër. Berisha hodhi akuzën ndaj kryeministrit që sipas tij ka udhëtuar 140 herë me paratë e shtetit.